Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit ton Monitor TV, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush video në radhës. Do të flasim tani për një lajm që në fakt ditën e sotme na shqetësoi të gjithëve. Por unë pa marrur të gjitha detajet më të fundit, nuk doja që ta sjell si lajm, sepse nuk doja që ta shqetësoj publikun pa patur detaje nga ngjarja. Klodi dhe Eliona, dy ish banorët e Big Brother VIP Kosovës, në fakt kanë qenë dy ish banorë shumë të rëndësishëm, dy banorë që bën një lojë të paparë, dy banorë që kanë qenë shumë të komentuar, që janë përfolur shumë, që është komentuar shumë për to. Ditën e sotme kanë përjetuar një situatë jo të këndshme, por një situatë tensionuese. Tani që nga përfundimi i Big Brotherit, siç duket Klodi më së shumti është i afërt dhe mban shoqëri me Elionën, por këtu nuk mundemi të themi që ka prishur edhe marrëdhëniet me Londrimin, por siç duket me Elionën kanë krijuar një lloj afrimiteti, kanë gjetur një kimi të përbashkët dhe kanë krijuar një lloj afërsie pak më të madhe. Në fakt Eliona këtë gjë e ka kërkuar edhe që kur ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, ajo shpesh herë Klodit ja jepte, do me thënë, pikat, kodet e ndjesive të saj, të emocioneve të saj. Ajo edhe i ka kërkuar një lloj lidhje shpirtërore, do me thënë nuk ja ka thënë troç, por mënyra që ja shprehte non-stop pëlqimin, mënyra që ja shprehte non-stop ndjesit, nuk kuptonte që Eliona dëshiron të ketë diçka përtej më shumë me Klodin, do me thënë ta jetojnë dhe të kënaqen në ndjesinë e tyre. Por, siç duket, pas përfundimit të Big Brotherit, kur Klodi përfundoi marrëdhënien e tij me të dashurin italiane, është afruar shumë me Elionën dhe ndjen një lloj qetësie, kënaqësie me Elionën. Por ne kemi përfolur pak ditë më herët Elionën dhe Klodin, që do me thënë kamerat paparazzi i kishte zënë në Tiranë të dy së bashku, pikpyetjet ishin të mëdhaja, çfarë bëjnë të dy së bashku në Tiranë, mos ka nisur ndonjë lidhje, mos ka nisur ndonjë rrugtim të ri, çfarë i mban bashk Klodin edhe Elionën, por me sa duket nuk morëm një përgjigje. Ditën e sotme, gjatë një udhëtimi prej në shtëpitë e tyre drejt të televizionit Klan, atje ku Klodi dhe Eliona do të kishin një takim i cili në fakt nuk është bërë publik se me kë do takoheshin, a do të merrnin të dy së bashku përsipër një rrugtim mediatik, a do të jepnin një intervistë ndoshta për televizionin Klan, apo do të merrnin ndonjë emision në të cilin Klodi dhe Eliona do të ishin protagonist. Do me thënë Eliona dhe Klodi gjatë këtij udhëtimi kanë përjetuar një moment jo të këndshëm për to. Eliona dhe Klodi kanë qenë të përfshirë në një aksident të lehtë automobilistik në Prishtinë. Sipas raportimeve të mediave, por edhe të njerëzve të afërt të Elionës në këtë rast, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur teksa ata po udhtonin së bashku me makinë. Fatmirësisht nuk ka pasur lëndime serioze dhe situata ka kaluar pa pasoja të rënda. Çifti, i cili është konfirmuar më herët edhe publikisht nga vetë mediat, thuhet se vazhdojnë që të qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Deri më tani nuk janë dhënë detaje të tjera zyrtare nga vetë protagonistët lidhur me ngjarjen, ndërsa lajmi po qarkullon gjërësisht në rrjetet sociale. Do me thënë, Eliona dhe Klodi nuk është se kanë bërë ndonjë reagim, nga informacionet që ne kemi marrë, do me thënë nuk është një aksident i rënd, është një aksident i lehtë, shqyrzotit pa pasoja, por normalisht që Eliona dhe Klodi kanë përjetuar një lloj traume që nuk e kanë pritur që do t'ju vinte. Pa marrë parasysh, do me thënë kësaj gjëje, shqyrzotit që kanë përfunduar me të mirë, çifti, sepse të gjithë mediat ashtu i quajnë çift. Çifti siç duket po ndan shumë kohë bashk, po rinë shumë kohë bashk, edhe nëse do të bëjmë një krahasim, domethënë të afërsive apo të momenteve bashk, gjatë kohës kur Elionës i ndodhi ngjarja e tmerrshme që siç duket fatkeqësisht e keqja po e ndjek nga pas Elionën, domethënë edhe me këtë gjë uroj me zemër që Zoti të vë dorë dhe t'i dhuroj ditë të bukura kësaj vajze.
Klodi ka qëndruar afër në mënyrë edhe publike, duke shprehur ngushëllime të sinqerta në mënyrë të veçantë për humbjen e xhaxhait të Elionës. Eliona është rikthyer në media, do me thënë ka qenë pak aktive në Instagram, zemër thyer, e lënduar, normalisht ka humbur një njeri të shtrenjtë që Eliona edhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit ka treguar që ka patur një afrimitet jashtëzakonisht të lartë me xhaxhain e saj, do me thënë kanë qenë shumë të lidhur bashkë, por siç duket ajo tashmë ka edhe mbështetjen të Klodit, i cili është duke i qëndruar afër në ditët më të vështira. Tani, përse ato kanë shkuar drejt televizionit Klan, unë me thënë të drejtën mendoj që Eliona dhe Klodi e meritojnë një emision, sepse edhe publiku i do jashtëzakonisht shumë, edhe publiku i ka shumë qef që t'i sheh dhe do t'ishte një bumerang rreth atyre momenteve të bukura, rreth asaj kohës së bukur, rreth asaj dashurisë së bukur që vetë Eliona dhe Klodi e përjetuan në Big Brother, flas dashuria e lojës, dashuria e Big Brotherit, dhe mendoj që rikthimi i tyre në ekran do të ishte një risi shumë e bukur për publikun shqiptar, të cilët në të gjitha dimensione do të kënaqeshin me këtë çiftëm, domethënë përfliten si çift. Tani Eliona nuk është se ka nxjerr gjë në raport me Klodin, Klodi nuk është se ka nxjerr gjë në raport me Elionën, po edhe sikurse t'ia kenë dhuruar zemrën njëri tjetrit, unë mendoj që ja vlen, kanë ngjashmëri të jashtëzakonshme, kanë natyrë të jashtëzakonshme mes njëri tjetrit, përputhen jashtëzakonisht shumë dhe mendoj që do t'ishin një çift ideal që ndoshta në të ardhmen edhe do të kishim diçka të bukur. Tani Gjakov e Shkodër kanë një kombinim edhe në traditë, edhe në kulturë, edhe në mendsinë e tyre, nuk është se janë pa traditë, por edhe brenda në Big Brother unë e shikoja që Eliona ndjente për Klodin. Do të thënë Eliona arriti që me qetësinë e saj, me butësinë e saj, me bukurinë e saj, ndoshta edhe t'i rëmbent zemrën Klodit. Unë mendoj që qëndrimi i tyre nuk është rastësi, qëndrimi i tyre patjetër që ka një prapavi që ne mund ta lexojmë shumë bukur, por le t'ja lëm momentit se një ditë jam shumë i bindur që ky çift do të fletë dhe do ta tregojë komplet të vërtetën se çfarë realisht po ndodh mes tyre. Unë ju uroj të dyve që t'jenë në ditët e tyre më të mira, ju uroj të dyve që t'jenë në energjinë e tyre më të bukur, që kjo afërsi që ato kanë krijuar në një farë mënyre t'ju shërben për në të ardhmen, që ato të ndërtojnë diçka të bukur dhe të sjellin te publiku diçka të bukur. Domethënë, siç duket kjo verë do të jetë e nxehtë, me vëmendjen drejtuar drejt Klodit edhe Elionës, një vëmendje që realisht duhet përndjekur.